Çu vemi në 3 zgjedhje dhe ka ndalë fitues. A është faji i opozitës që ka qenë shumë e heshtur ose e përgjumur? A është si rezultati një propagande të jashtëzakonshme që këto e bojnë? Ndaj që është rezultati dy këtyre se i përmendë. Propaganda tepër në tema ma abstrakte, dhe kjo lufta në Ukrainë, lufta në Iran, pra qeveria Kosovës ma shumë ka folë për lufta në Ukrainë, se nështë qeveria Ukrainë. Të thamë, në cini. Pra ma shumë kanë folë në Kosovë për lufta në Ukrainë, se sa shtetet që e rrethojnë Ukrainë. Sepse ato nështë s'kanë folë, kanë me pru, më përgatite me... Vjedhja e madhe skataloze e rezervave shtetërore në Kosovë kanë ndodhur për shkak se kanë pretenduar se për shkak të luftës në Ukrainë tash na duhet me shkel këtë procedurat, këtë ligjet, edhe me ble vajën, gruajn edhe në rezerva shtetërore, elementet ose produkte për rezerva shtetërore, kundër të ligjeve, kundër kushtetutës e gjitha, i kanë pagu po edhe mone s'ka. Pra, as nuk e mbledhën rezerva shtetërore, as nuk i kanë këtë ligje. Dhe kjo pjesë e ka largu debatën publik për temave reale, për temave përditshme.